Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Ky është horoskopi i martë 30 shtator 2025. Dashi. Ju mund të zgjidhni disa nga problemet e biznesit të diskutuara gjatë. Yjet efektive për dashurinë, veçanërisht nëse po ktheheni nga përvojat të këqija që lidhen me të kaluarën. Demi. Në fushën e punës ka më pak probleme se në të kaluarën, për shembull nëse bëni të njëjtin aktivitet ju peshon më pak ose ju duket një ndryshim. Binjaket. Mbërrin lajme të mira, takime shumë pozitive. Ju mund të keni revolucionarizuar tashmë jetën tuaj, por më e mira është ende për të ardhur. Njoftime. Gaforia. Ju jeni shumë i zhytur në mendime për gjithçka, karakteri juaj i shqetësuar e bën veten të ndihet. Kushtojini vëmendje shëndetit tuaj, monitoroni gjithmonë humorin tuaj, mos e prishni ditën. Luani. Diçka nuk është në rregull me marrëdhënien tuaj, realiteti është se ju keni qenë duke kryer për ca kohë një keqtrajtim të lehtë që vjen nga jashtë. Për disa çështje sot nuk do të jetë lehtë për të gjetur më të mirën e një situate të keqe. Virgjeresha. Ditë interesante, ju lejon të rikuperoni, mos u dyshoni dhe nëse keni qenë vetëm për pak kohë, kërkoni një dashuri të re. Të jeni të sigurt, më e keqja ka mbaruar. Ditët e rimëkëmbjes. Peshorja. Ditë brillante dhe emocionuese për jetën e dashurisë. Dita është e bukur sepse të ndihmon të fitosh, por çdo sfidë përfshin stres të madh psikologjik dhe fizik. Akrepi. A nuk merrni tronditur nga frika e bërë gabime, nga tepruar juaj vetë kritika që shpesh ngadalson deklaratën tuaj. Duhet t'i bësh gjërat me më shumë qetësi. Shigjetari. Mos shtyni një takim biznesi. Komplikimet ekonomike, shpenzimet e familjes dhe më shumë. Në dashuri shërim të mirë. Britqapi. Ka më pak shqetësime muajt e fundit, sikur roli juaj është më i përcaktuar apo jeni ju ai që arrini t'i lini gjërat t'ju rrëshqasin. Ujori. Kush luan në kohërat më të mira fiton. Ditë interesante, njohurit janë me vlerë ari dhe arrin diçka që keni pritur për një kohë të gjallë. Peshqit. Dita fillon mirë dhe të gjitha problemet mund të zgjidhen. Nëse jeni në kërkim të dashurisë, braktisni frikën për të bërë gabime, ka mundësi të merrni një konfirmim të bukur, sharm. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.